Kur të raportohen, këta fëmija bojmë qaren, merët shteti, merët dikush me ta, i strehon. Po na e vështira kësoj është që ka nana që i largojnë fëmijët, i hullin fëmijët ku do qoftë edhe ata janë pa mbështetje, pa mbrojtje as kujt, në fund ata mund thjesht me vdekje dhe na nuk dim kur gjë. Kjo është ajo që është më shqetësuese, sepse rastet që raportohen ka më kujdes dikush për këto raste. Po nëse ka raste që thjesht i lindin fëmijët, i hullin, çka do që bëjnë me to dhe shteti nuk ka informacion çka ndodh me ata fëmijë, ata thjesht kanë humbur jetën edhe janë raste të pa identifikune. E kjo është ndoshta shumë më shqetësuese. Është shumë e rëndësi për shoqërinë tonë të identifikojnë shkaqet dhe arsyet që çojnë në braktisje. Shumë e rëndësi edhe vidisimi që duhet bërë viktimave që shkaktojnë braktisje të fëmijëve. Shumë është me rëndësi studimi i këtyre shkaqeve për të parë pse ndodh braktisja. Kushtet të cilat i ka ofruar Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale prej mas luftës se ekzistojnë familje strehuse në Kosovë. Familje strehuse ju mundsojnë fëmijëve të braktisur që përkohësisht të gjejnë strehim, të rriten në kushte normale, kur fëmija janë të braktisur, janë procedurat që duhet të ndjekur, procedurat ligjore, dhe përmes qendrës për punë sociale, punëtorit social, për cilët rasti Ministrisë Punës dhe Mirëqenies Sociale pikërisht Departamentit të Shërbimeve, këtu flasë çdo herë duke ju referuar raporteve dhe politikave të cilët ata i sillin për janë të publikuara për publikun mi pa. Dhe në bashkëpunim me institucionet, fëmija largohet pasi të bëhet kontrolla e plotë të fëmijës, shtytohet gjendja shëndetësore, nëna pyetet deri në 3 herë, 3 deklarata duhet merren nga nëna cila braktis fëmijën dhe pastaj fëmijët marrin kujdesin e institucionit.